Se oligark tu, kryeministër, janë të qitë të i bli energji. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Ky shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptarët. Edhe sot erë mashtrusi para nesh, meri mashtrim ideal. Dhe për të regoj që na mashtrej folë që para pak në të rashë kryeministër. Zoti Haradinaj. Ju lutem, mashtrimi nuk është fyrje. Sot ndodhen një mashtrim këtë fjallim, ndodhen një mashtrim në këtë foltore, e po du me edhe mashku këtë mashtrim në njërës më të keqet mëjshme. E para, kolega që foli para me e këtu, është që sa vjetë në pushtet. Mbanë përgjësi për çmimet, mbanë përgjësi për vjedhen që përna ndodhen në energji, për fakturat që përna vinë. Ky dhe qeveria tije edhe ju mbani përgjësi, dhe s'muni me i kësaj përgjësie në asë një variant. As muni mu shef pas t'i ligjit tavan, as ku gjo se oligark tu, kryeministër, janë të qitë të i bli energji. Edhe për ushtohen kompanit për dit e ma shumë njerëzve ta fërmtu. Duhet këtë një koreksi këtu në këtë rast. E dyta thot, po financohen mediat me thasë. Nigone që bëhet kë? Nigone mirë që ka bëhet? Po financohen mediat me thasë. Ky shpenzon ma shumë t'i pare, duke ushqy zagar me fysh shqiptarët. Ju lutem regjia janë... Me fysh shqiptarët, me fysh shqiptarët. Ky shpenzon pare, dhe pare për kishtë. Kur deputeti ose antari i qeverisë përdor gjuhë parlamentare me sjelljen e tij pengon zhvillimin e seancës plenare ose cenon rregullin e seancës, kryesuesi i seancës plenare jep vërejtje duke deklaruar se është duke përdorur gjuhë jo parlamentare. Zoti Haradinaj, ju lutem ulu në vendin tuaj. Ju kërkoj që të uleni në vendin tuaj, po përdorni gjuhë jo parlamentare. Ju lutem që të uleni në vendin tuaj, Zoti Haradinaj.